Fillon nga e para me Boni Sala. Gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri, gëzohuni. Kur mendoni për Jezusin, a mendoni për një njeri serioz dhe të zymt i cili u përball mes prova dhe tortura? Nëse e lexoni me të vërtet Biblën, do të shihni se është e qartë se shumë njerëz u tërhoqën nga prania e Jezusit gjatë jetës së tij. Jezusi, shkruan Sherwood Elliott Weird, ishte një njeri me aq gëzim, me aq humor, me një gëzim të tillë shpirti, me aq liri dhe çiltërsi, saqë nuk mund të rezistoje. Gëzimi, kënaqësia dhe ngazëllimi janë të drejtat tona të parbirnisë, si fëmijët e Perëndis. Gëzimi është një pasojë natyrshme e marrëdhënies me Perëndin, siç tregoi vetë Jezusi. Gëzimi është plotëshërim dhe fuqi që rrjedh nga fryma e shenjtë e Perëndis, e cila jeton brenda nesh. Në fakt, gëzimi është fryti i frymës, që do të thotë se prania e frymës së shenjtë në ne duhet të prodhojë gëzim. Në të vërtetë, sigurisht jo gjithçka që përjetojmë ka arsye për gëzim, ka kohë edhe për vajtim. Gëzimi është më i madh dhe më i thellë se lumturia, sepse lumturia varet nga rrethanat si shëndeti apo mjedisi ynë. Gëzimi nuk është thjesht lumturi nga qielli siç e imagjinojmë shpesh. Gëzimi i kalon rrethanat dhe madje edhe emocionet, sepse është një njohje e mirësisë së Zotit. Kjo është arsyeja pse Jezusi u karakterizua nga gëzimi dhe pse ne duhet të shprehim gëzim në jetën tonë të përditshme. Mbani mend, ne mund të kemi gëzim edhe kur nuk jemi të lumtur. Ndërsa përjetoni mirësinë e Perëndis në jetën tuaj, filloni të përdorni fjalë si i gëzuar ose i ngazëllyer për të përshkruar veten tuaj. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.